Rinisin sërish punimet në pallatin e 2 të banesave sociale në qytetin e Vlorës, pas një ndërprerje të tyre për shkak të një ngërçi të krijuar midis firmës zbatuese të projektit në pallatët e Bashkisë së Vlorës. Punimet kanë rinisur prej pak kohësh. Megjithatë, nuk ka ende një afat të përcaktuar se kur do të përfundojë pallati dhe do të jetë në dispozicion të gjithë qytetarëve të cilët kanë aplikuar për të fituar nga banesat sociale. Do të jenë rreth 75 familje, të cilat do të vendosen pikërisht në pallatin në zonën e ish frigoriferit në qytetin e Vlorës. Pas më shumë se një viti ndërprerje kanë rinisur punimet në pallatin e banesave sociale në Vlorë. Projekti shumë pritur nga komuniteti shpresohet të përfundojë sa më shpejt dhe do të përfitojnë plot 75 familje në nevojë. Punimet u ndërpren për shkak të një ngërçi të krijuar mes firmës zbatuese të projektit dhe Bashkisë së Vlorës, ndërsa kanë rinisur prej pak kohësh. Ajo që mbetet për tu parë është afati se kur objekti do të jetë gati dhe pastaj tu shpërndahet familjeve të cilat kanë aplikuar dhe pritet të përfitojnë. Pezullimi i punimeve prej më shumë se një viti krijoi jo pak shqetësim tek qytetarët që prisnin të strehoshin në banesa sociale, ngërçi i cili duket se tashmë është zgjidhur dhe punimet kanë rinisur sërish.